grupi tjetër për paraligjit. Pra, ne themi sot që të gjithë jemi të barabartë paraligjit, përveç atyre që Ursiu lexoi sot dhe bashkë me Ramën kanë bërë një listë njerëzish që këta kanë vendosur të janë të pabarabartë të paraligjit. Saktësisht si ferma e kafshëve. Saktësisht si ferma e kafshëve. Këtu vlen saktësisht ajo shprehje. Pikërisht ajo. Është pikërisht ajo, domethënë në kulmin dhe ajo u bë kur u bë. Në kulmin e shtrëngimit. Po, në kulmin e shtrëngimit. Pra, kur ata arritën në pushtetin në maksimum, filluan të ndronin pastaj ligjet dhe këto, në fakt do të janë ligjet ato që shkruhen si parullat që ishin për mua. Pra kjo është ide. Kjo është fikse ajo që po ndodh. E qartë. Sepse ata shtojnë antarët e gjykatës kushtetuese, çfarë problemi ka pas në Shqipëri për antarët e gjykatës kushtetuese që duhet pozullohen nga SPAK-u? Ose kryetari i KLSH-s. Kryetari i KLSH-s është ai që bashkëpunon me SPAK-un dhe i referon SPAK-ut. Nuk është ai që SPAK-u po e toka për korrupsion, Po. E tjera. Pra gjithë këto institucionet pavarura që janë futur gjoja për treguar që kjo nuk është një nismë për të mbrojtur të korruptuarit e Edi Ramës, në fakt është vetëm për mask. Aty Rama ka thënë banda ime do mbrohet, meqense nuk e bën dot me kushtetues se nuk kemi numrat, do e mbroj bandën me kodin e procedurës penale. Një rast krejt i papresident që nuk ka si lidhje, që nuk jep përgjigje raporteve e mospushteteve dhe nuk jep përgjigje këtij problemi që lidhin nëpërmjet GKK-s. Po. E fundit, në kuadrin e më shumë qëndrimeve dhe deklaratave politike jemi këtu, kur kryeministri Rama shkon në Kosovë dhe bën një analogji të situatës së tij, po themi ne, me ligjin apo me rendin ligjor, rendin kushtetues këtu, me situatën e presidentes Vjosa Osmani dhe të mënyrës të qëndrimit që ajo ka mbajtur për një çështje krejt tjetër, sikundër është ajo e UÇK-s në Hag. Ka ngjashmëri mes këtyre dy çështjeve? Ka një strategji sigurisht i qartë të Edi Ramës që të na thot neve sot, kur i gjithë perëndimi është duke i kërkuar që ai të respektojë drejtësinë dhe të mos i vërë barriera drejtësisë, sepse kjo do të penalizojë Shqipërinë, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për treguar që drejtësia europiane, drejtësia ndërkombëtare që garanton perëndimin në fakt është e padrejtë. Zoti Rama nuk shkon në Kosovë për të mbrojtur Hashim Thaqin dhe i komandantët e UÇK-s. Sigurisht e bën atë në funksion të një marrëdhënie me Kosovën, por ajo që intereson më shumë në atë që bën është për të treguar shqiptarëve që kjo drejtësi ndërkombëtare, këta prokurorë, këta janë të papërgjegjshëm. Ju e pat sot ai nxori sot një